Ish këshilltari i Tony Blair, Alastair Campbell, ka kritikuar në podcastin e tij të fundit mbajtjen në burg të kryebashkiakut të Tiranës Erion Veliaj pa u ngritur një akuzë për të. Ajo çfarë mendoi se është skandaloze është se ai është në burg prej disa muajsh pa u akuzuar zyrtarisht për asgjë. SPAK ka fuqi të jashtëzakonshme dhe pretendon se ka shumë prova kundër Erion Veliajt, por ai është në burg për muaj të tërë pa ju komunikuar një akuzë, tha Campbell. Ky fundit një figurë me shumë ndikim në opinionin publik në Britani, por edhe mbi qeverinë britanike që mbështet zyrën e shtypit të SPAK-ut, në fakt e mori përgjigjen menjëherë po nga zyra e shtypit të SPAK. Për t'i treguar atij se nuk po e mbaj në burg kot, shpërndan një njoftim me gjuhë të koduar që të mos kuptohet nga askush dhe me shpjegime informale që kanë sekuestruar një pronë të re të Erion Veliajt dhe Ajola Xoxhës dhe se i kanë shtuar një akuzë të re çiftit për mos deklarim pasurie. Të gjitha portalet njësoj kishin titull të madh që sekuestrohet apartamenti i Veliajt te Kodra e Diellit. Një gënjeshtër e pastër e shpërndar formalisht nga zyra e shtypit e SPAK-ut, një program i financuar nga qeveria britanike. Nuk është sekuestruar asnjë apartament i Erion Veliajt. Lajmi i shkruar në mënyrë hermetike që të mos kuptohet se çfarë është fjala dhe i shpjeguar në mënyrë informale nga zyra e SPAK-ut u sugjeron portaleve dhe medias në tërësi se kanë sekuestruar një pronë të padeklaruar të Erion Veliajt. Në fakt bëhet fjalë për një apartament të kompanisë Agicons që është pronare dhe ndërtuese e Kodrës së Diellit, i cili gjendet një kat më sipër apartamentit zyrtar të Erion Veliajt. Në këtë apartament më parë ka banuar aktori Gazmend Paja, i cili më pas bleu një apartament tjetër dhe u largua. Pas kësaj kompania e jep me qira për klientë të ndryshëm apartamenti në fjalë. Prokurori e ka vënë në sekuestro pasi ka prova që në shumicë janë lajme blogerësh që ai kat sipër Veliajt do blihet nga Veliaj. Apartamenti është prona e atij që e ka ndërtuar Agicons SHPK. Nuk ka ndonjë transakcion bankar apo formal që të provojë që Veliaj ka dashur ta blejë atë apartament. Vënia e tij në sekuestro, kur ai është pjesë e pronave të kompanisë që e ka ndërtuar, është më së shumti një operacion propagande për të dukur që Erion Veliaj nuk po e mbajnë kot në burg se po hetojnë dhe më së paku një dëshmi e mungesës së thellë të profesionalizmit të një prokurori që ka objektiv linçimin e Veliajt me që ai e sulmoi publikisht dhe jo hetimin e tij. Tani jam kurioz, si do t'ja përkthejnë lajmin Alastair Campbell? Do t'i thonë që ti s'ke të drejtë se ja sot prokurori ka sekuestruar apartamentin fqinj me Veliajin, pasi ka zbuluar nga përgjimet në bisedë me gruan e tij se i kanë vënë syrin atij apartamentit ta blejnë? Këmbgulja për të vazhduar linçimin e Veliajit duke shtuar në dosjen e tij akuza të tilla dhe duke regjistruar vepra të reja penale imagjinare meriton notën 10 për SPAK-un në propagandë. Për mashtrimin e opinionit publik, por e turpron SPAK-un profesionalisht me këtë stil, SPAK mund vazhdoj të shtojë çdo muaj nga një vepër në regjistrim penal për Veliajin dhe mund ta mbajë gjithë jetën brenda pa ngritur ndonjë akuzë, por kjo nuk është drejtësi. Kështu ridënoheshin armiqtë e popullit dhe partisë në SPAQ, duke u açuar akuzën për ridënim në qelip, por kemi rënë dakord që ajo ishte gjenocid dhe jo drejtësi.